Ngrit ju si shikoni që faktin që s'kemi vizita të rëndësishme nga Shqipëria në Shtetet e Bashkuara, por nuk besoj se mund të jetë më rasti tani që na kanë lënë dhe pa ambasador, se si Shqipërinë dhe Kosovën u bën pak kohë që ka diçka që nuk shkon, besoj. Janë dy raste të ndryshme mendoj unë. Për rastin e Shqipërisë është një problem që ka të bëjë me marrëdhëniet brenda Senatit, sipas meje, sipas mendimit. Kurse në Kosovë dallon historia sepse në atë seancën dëgjimore kongresmeni Self tha diçka shumë të rëndë për sa i përket asaj që është qeverisja në Kosovë. Pra praktikisht në qoftë se kishte deklarat që ishte e fortë, ishte pikërisht ajo, e vendosi Kosovën në një plan pothuajse ose jo Kosovën, por qeverinë aktuale në Kosovë, në një plan pothuajse armiqësor me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, një shkallë më sipër do ta kishte shpallur armik qeverinë e Kosovës dhe kjo duhet të shqetësojë shumë kënd. Agjenda e Shtetet Bashkuara të Amerikës në Ballkan nuk ka qenë ajo që sipas meje duhet ishte, pra ka një butësi të pa mohueshme ndaj Serbisë, pra ka një përpjekje për ta tërhequr Serbinë nga kampi lindor, nga kampi i Rusisë, dhe kjo e ka bërë administratën që t'i shohë gjërat me qasje më pozitive ndaj Serbisë. Dhe kjo është humbje për ne shqiptarët, sepse realiteti qëndron që Serbia është i njëjti aktor gjenocidal, që i njëjti aktor që po e kryen një gjenocid të ri në Preshevë dhe Lugin, duke ju mohuar njerëzve adresat, duke ju mohuar të qenit shqiptar, duke i përzën njerëzit në këtë kohë që flasin. Pra, ky është një problem që ne shqiptarët duhet ta kishim trajtuar, po askush nuk e trajton, dhe pastaj është një problem që politika kosovare duhet ishte më e bashkuar në këtë pikë. Duhet kishim një qeveri të përbashkët, duhet kishim një qeveri të shpëtimit kombëtar, por kjo i takon 28 dhjetorit tani më dhe do shohim si do të reagojë populli i Kosovës në këtë dalje. Zoti Roy, mendoni që përveç mesazheve publike ka dhe përmes kanaleve diplomatike që mundet t'i kenë ardhur qeverisë shqiptare dhe kryeministrit në raport me Shtetet e Bashkuara, pra ajo që nuk duket? Si funksionon politika? Atëherë unë do të flas në përgjithësi, sepse nuk mund të flas dot për çështje konkrete, për sa kohë që kryeministri nuk më informon mua për mesazhet që merr. Por mund t'ju them, besoj me shumë konfidencë, se në politikë gjithmonë ka mesazhe të hapura dhe mesazhe të padukshme, dhe mesazhet e padukshme i janë dërguar kryeministrit. Ka pasur mesazhe të cilat kanë qenë jo fort të buta. Unë besoj që asnjë lëvizje e SPAK-ut për sa i përket qeverisë dhe anëtarët lartë të qeverisë nuk bëhet dot pa të paktën dijenin e faktorit amerikan, sepse SPAK-u mbështetet kryesisht nga faktori amerikan në Shqipëri. Kështu që ajo është një nga mesazhet më të forta që i dërgohet kryeministrit është në anë të drejtësisë dhe në anë të evidentimit, nxjerrjes në pah të ajnisë të tmerrshme që kanë bërë këto. Domethënë, çdo ditë që kalon dhe del nga një aferë e re, çdo ditë që kalon dhe duket sikur këta i përdorin, jo duket, po është tani më fakt, që këta i përdorin paratë e shqiptarëve, taksat e mia dhe të tuat, si karamele për të bërë qoka me njëri tjetrin. Domethënë, është sikur çdo ditë fejohet dikush dhe vjen një grup njerëzish dhe të gjithë marrin nga një karamele dhe të gjithë pastaj i kruajnë kurrizin njëri tjetrit, duke thënë që o sa mirë që jemi, o sa të evropianizuar që jemi, vishen të gjithë për ditën më tepër me gjëra më firmate se sa çdo kusht tjetër, me makina luksoze, me vila luksoze, me para gjithandej, dhe kjo ju duket se është integrimi në Evropë. Kjo nuk mund të vazhdojë, sepse kjo bëhet nën atë që në sundimin e një populli i cili në kthyer në skllav. Nuk është e bukur dhe nuk është e këndshme ta thuash, por shqiptarët tani më trajtohen si sklever nga kjo pari. Kjo pari thjesht i merr përhundësh dhe i tërheq. Ndoshta ka ardhur koha që të mos sa lejojnë më shqiptarët këtë dhe ta shohin këtë lloj fenomeni për atë që është. Është një skllavërim
me anë të gënjeshtrave, hajnis dhe propagandës së thellë nga të gjitha palët, dhe fajtori kryesor nuk mundet mos jetë ai që është sot kryeministër, por fajtor ka boll nga të gjitha palët. Pra ju po thoni që duke qenë se Spaku është me goditjen e Ballukut në paradhomën e kryeministrit, nuk do shkoj pas, por do shkoj përpara. Ashtu si dhe kryeministri, as zoti Dumani ose pasardhësit e tij nuk më informojnë mua për planet e tyre, por analitikisht, duke qenë se çdo gjë rrjedh logjike nga amerikanët. Absolutisht. Nuk thash që bëhet me CC, por bëhet me dijenin e tyre. Po, me dijenin, okay. Lutem mos ma transformo. Por sigurisht që logjika e gjërave është që tani më nuk mund të ketë më kthim mbrapa, sepse hajnia nuk mund të zhbëhet, e ka bërë zonja. Dhe me shumë gjas e ka bërë me firmën e kryeministrit. Sepse po të mos ishte firma e kryeministrit aty, do ta kishte lëshuar, se nuk është nga ata që nuk i lëshon vargësit. Kryeministri ka treguar gjithë këto vite që ka qenë pushtet, se u bë ai 20 ca vjet në pushtet. Te incineratorët ishte vendimet e qeverisë. Vendimi i qeverisë është një alibi që ata nuk përpiqen ta përdorin për t'u hequr përgjegjësisë ligjore, por nuk mendoj që do t'ja dalin. Le të mos hallakatemi në shumë gjëra, janë çdo veprim i qeverive shqiptare në këto 35 vitet e fundit ka qenë veprim të paktën paksa me tise korruptive. Është sistemi i ndërtuar mbi korrupsion, është sistemi i ndërtuar mbi një objektiv hajnie.